njoh nga jashtë, e kam shoqe, e dua shumë, është supervise. Më ka pëlqyer, nga të gjitha gjërat e tua më ka pëlqyer një gjë, që u tregove shumë e zgjuar, siç je e zgjuar në fakt, edhe je dashamirëse, që je dhe një stop shumë të bukur të gjithë debateve që ndodhen me Sonin aty brenda dhe bëre ti e para këtë gjë. Kjo më ka pëlqyer shumë. Sepse e para nuk doja për më tepër me Sonin të kishim një konflikt, së dyti unë mendoj që për sa kohë gjërat sqarohen, nuk ke nevojë të japësh pesh tjetër. Dhe ajo që më ka ardhur më së shumti keq është që nga ana ime u pre ai debat atje, nga Soni ka vazhduar edhe përtej ikjesime nga shtëpia. Këto komentet më duken fëminore dhe as pak të drejta për një zonjë, për një vajzë, po, mund të pranoheshim, po për një zonjë, jo. Na lejo të shtrëngojmë dorën me fjalët më të bukura që mbyllë shumë, faleminderit. Ishte shumë kënaqësi të kishim në studio. Absolutisht. Për mënyrën se si shkoi loja e Jonida. Faleminderit.